Për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, Shqipëria ka hyrë në një krizë të thellë politike dhe institucionale. Nga Sarajeva, në konferencën e Partisë Popullore Europiane, kryedemokrati komentoi protestat për çështjen e Zvërnecit, si lëvizje që po kërcënojnë qeverinë Rama. Por sot, siç më pyesni, vendi im, Shqipëria, ndodhet në sallën e urgjencës. Është vërtet një dhomë urgjence, po përballet me protesta që nuk janë parë më parë, dhe mënyra si kryeministri po i trajton është shumë cinike, madje më shumë se cinike. Sipas Berishës, duhet gjetur një zgjidhje për këtë situatë, e cila mund të përkeqësohet. Vendi im ka nevojë për një zgjidhje paqësore dhe civile, duke shmangur një përplasje të mundshme që mund ta kthejë vendin shumë vite pas, ose një regres të rënd. Lëvizja është e pandalshme. Ju them këtë, nuk është vetëm një lëvizje partisime, por është e pandalshme. Është me rëndësi themelore që kjo të merret seriozisht dhe të gjendet një zgjidhje paqësore, me një qeveri kujdestare që ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Këto janë edhe kërkesat kryesore të tyre, përfshirë edhe dorëheqjen e kryeministrit. Kryetari i Partisë Demokratike u shpreh se qeveria nuk mund të vijojë të injorojë protestuesit.